Tani në studio me mua do t'jetë një personazh që në daljet e tij vështirë të lër pa provokuar me ata që me ato që thot, nuk e di nëse ka për qëllim provokacionin, pra ai sa unë e njoh, jo, por me sa duket regjimi që ai ka zgjedhur për veten e tij, regjimi të jetuar, mënyrës se si jeton dhe regjimi i të ushqyerit, normalisht kontrastojnë pak me ato çka kanë qenë normë, deri më tani. Kështu që në një bisedë me 5 ushqimet më të përzgjedhura të tij do të jetë tani një personazh që siç e thash ngacmon, provokon, por të bën edhe të mendosh dhe të reflektosh. Flor Uka! Mirë se vjen! Mirë se gjej. Flor, kënaqësi. Kënaqësia ime. Edhe gjithë sy e vesh për bisedën që do të kemi sot. Pak dhe njëre vetëm me pata këtë... Po, do kesh mundësi edhe të shpjegohesh më mirë dhe ne të kuptojmë më shumë, edhe ndoshta të na çuditësh më tepër akoma. E thash që... Nuk e di edhe çuditë, më flas realitetin, se nuk e di se si do shkoj. Sepse sa herë kemi qenë bashkë në studio në diskutime, ka pasur gjithmonë nga ato deklarata të tua që kanë ngacmuar dhe kanë bërë namin, fakt edhe me reagime. E ndjekim në këtë prezantim Florin. Ne shkojmë ma hajmë bar. Po jo më kemi të mishi gjithë barin, gjithë vlerën në shyte. Dhe nuk mund ta kesh të mishi barin, mishi nuk ka fibra në radhë të parë. Mishi ti mungojnë... Fibrat kanë dalë të dëmshme. Po si më pas kanë dalë fibrat të dëmshme tash? Mos bëjmë teorira tash fibrat. Jo, e dini që pula është karnivore? Dhe e dini pse smuret pula? Sepse ne japim misër dhe janë gjitha me vaksina. Më thuj ti një zog. Më zotërica, unë s'kam pa ndonjëherë pulat e gjyshe që të hanin pjesët e mish gjyshe. Sepse s'ka pas gjyshe, provoj jepi mishë dhe shove se sa vezë del. S'ka pas vlerë, s'ka pas për mëngjes konsumon. Jo, 0 mëngjes. Një herë në ditë duhet hash. Aha. Një herë në ditë mjafton të japësh kohë. Nga ora 12 deri në 6 është orari. Enologu Flor Uka gati një vit më parë shkaktoi debat në studion e Ftes në 5 për mënyrën e tij të ushqyerit dhe regjimit ushqimor. Prej gati 5 vjetësh, ai ndjek një dietë tërësisht sipas mënyrës së tij, ku madje shumë edhe mund të çuditen. Thot se ka 20 vjet që pesha nuk i lëviz nga 80-82 kg. Nuk preferon gjellërat, përveç se ndonjë tas qebapi në të rrallë. Por si është një rutinë e tillë të ushqyerit, cilat janë 5 ushqimet e enologut, pa të cilat nuk bën dot dhe që i ka të përditshme? Dhe si enolog, adhurues e njohës i verës, prisni të çuditeni nga përgjigjet e tij. Me Florin këtu dhe aty në foto, me mishi në hell, mish në tryez, mishi dhe vetëm mishi për ty. Mishi është kryeministri i tavolinës, ata të tjerët janë patronazhista të tjerë. Kryeministri dhe patronazhista. Është pa diskutueshme. Ashtu, ha? Ashtu, domethënë, nuk është se mendoj unë, po mendon organizmi ynë ashtu. Në radhë parë, përpara se të kalojmë çik te kjo dieta, duhet bim dakord që në radhë parë nuk ka një dietë për të gjithë. Nuk jo është ajo. Çdo trup. Absolutisht. Domethënë, jo një mas i bën të gjithëve, nuk jemi të gjithë medium. Okej, ka larg, ekstra larg etj. Ose një shembull tjetër që unë jap shpesh. Ti mund të çosh 5 persona në palestër, tjetë njëri që shnosh, tjetëri dobët, nuk mund t'i bësh gjithë të njëjtin program. Domethënë duhet sipas trupit të ushqesh. Tani, le të kuptojmë pak a shumë ç'a është trupi vetvete. Trupi është një makineri blujtëse që ka procese kimike brenda, që të gjitha këto ndodhin në aparatin tretës. Aparati tretës fillon nga goja, që është në pllaqitje që përtypja, deri tek zora e fundit zorës trash. Tani gjithë ky proces ushqimi kalon dhe ka fazat e veta kimike që shpërbohet. Ky proces quhet metabolizëm, që ndahet në anabolizëm dhe katabolizëm. Katabolizmi është procesi i zbërthimit të elementve, që zbërthehet proteina, aminoacidi, vitaminat, kurse anabolizmi është përthithja dhe vazhdimësia që e çon atë tek organet që duan të ushqehen. Po të shofësh, cila është pjesa që ne na intereson më shumë në performancën tonë më të mirë, janë muskujt. Ne, kur jemi të ri, kemi nevojë për muskuj për një performancë mirë, të marrim rastin ekstrem të një sportisti, që duhet të jemi shumë të fortë, fuqishëm, dhe kur jemi të moshuar, gjëja e parë që ne na tretet që na bie janë muskujt. Domethënë, rënja e muskujt është rënja e performancës, nuk ke më energji, nuk ke më fuqi. Okej? Muskujt ç'a duan të hanë? Aminoacide.
Aminocidet nga se vijnë? Nga proteinat. Proteinat ku janë në shumicë? Nga mishi, nga veza. Edhe te brokoli. Po duhet hash 10 kg brokoli për të marrë sasinë e proteinave që ti ha se duhet të dalë sepse më bëjnë shpesh, do ta shpjegoj. Duhet të hash 10 kg brokoli për të marrë sasinë që ti e merr 500 gram mish. Tani 10 kg brokoli ka një sasi aq lartë fibrash, sa që ne ç'a bëjmë? Tani të shpjegoj metabolizmin, domethënë metabolizmi është ndahet në zorrën e gjatë, që është zorra e hollë, e cila është nga 5 deri në 7 metra, që bën përthithjen e të gjithë elementeve, okay? Pastaj zorra e trash është ajo që quhet zorra e mbijetesës, sepse ne jemi qenie shumë adaptueshme, nuk jemi qenie që po s'na dhe mish vdesim. Nuk jemi si luani, luani nuk ka bar kur s'ka mish, a kupton, vdes. Ne jemi shumë adaptueshëm si qenie. Dhe ç'a ndodh? Çdo gjë që ti e ke marrë të tepërt në trup, që është e padomosdoshme, Zoti na ka bërë një zorë të trash, por që është zorra e shkurtër që është 1.5 metra. Domthonë nuk është ajo kryesorja, kryesorja është 5 deri në 7 metra, është e gjatë, që është zorra e hollë. Zora e gjatë dhe zora e hollë dhe zora e trash. Tani, në momentin që ne hajmë 10 kg brokoli, kjo zora e gjatë do lodhet për atë sasi gram proteinash vogël dhe do i çoj gjithë ngarkesën ja çon zorës trash. Tani, a jemi në dieni gjithë që bota sot, domthonë smundjet sot vijnë nga zora e trash? Besoj se kjo dihet botërisht. Po, truri i dytë nga ku shumë. Ashtu, pse vjen nga zora e trash? Sepse ne e mbi ngarkojmë me ushqime. Domthonë me ushqime që s'duhet ja japim. Ti, nëse anë, domthonë, te zora e trash lokalizohen të gjithë laktobacilet, që është flora bakteriale. Dhe flora bakteriale është e përbërë nga bakteret ndryshme, freutari, nëse ka emra të ndryshme se si ka, të cilat kanë si qëllim që të konsumojnë të gjitha fibrat që janë totalisht të patërheqshme nga trupi. Nuk i asimilon dot zora e hollë. Dhe detyrojnë i kalojmë aty. Dhe ato ç'a bëjnë? Ato i hajnë. E di ç'a prodhojnë ato momenti që hajnë? Prodhojnë CO2 dhe alkool. Domthon, gjithë fryrët, gazet që ne kemi nuk është normale që ne të kemi gaze. Nuk është normale. Prandaj domthon kur hajmë shumë fasule ose kur hajmë fibra të tepërta, ne kemi gaze, sepse ato laktobacilet vetëm hanë. Dhe ç'a ndodh? Fryhet ajo zora trash. Fryhet, sepse ne po ta shohësh piramidën e parë, jo atë që kthym. Te piramida e parë ti e ke bazën drithra, perime, zarzavate etj. Dhe mishin fund. Dhe ne domethënë kjo është sugjeruar për tër këto dekada praktikisht. Sugjerua se do ka lënë konspiracion pastaj. Tani, ne e kemi bazuar dietën tek zorra e mbijetesës, që nuk bën sens. Apo jo? Ne kemi dhënë të gjitha ushqimet që treten vetëm nga zora e mbijetesës. Kjo këtu vetëm i shtyn, se nuk ka ç'i bën. Kurse mishi, po ta vesh, është një produkt që nëse ti e han, mas gjysmë kile ngopesh. Domethënë trupi të thot stop, sepse është gjëja që dita komandoj. Kurse drithrat, sheqernat, ty nuk të thot stop trupi. E keni vënë që ju kur hani buk, hani shumë, sepse është pak si addiction, është si domethënë krijon varësi. Varësi, po. Kështu që ne e kemi bazuar dietën tek zora trash. Dhe zora trash ç'a bën? Për të shpëtuar, sepse ka instinktin e mbijetesës, është organ ajo, ç'a bën ajo? Fryhet dhe ka disa vrima të vogla që në mbi ngarkesë detyrohet të nxjerrë ato. Dhe ku i nxjerr ato? Në gjak. Çan ato të gjitha mbetet, imagjino çfarë mund të mbajë zora trash në fund. Gjitha mbetet ty kalojnë gjak dhe gjaku ja çon gjithë organeve dhe aty fillojnë gjitha smundjet. Domthonë besoj se është saktë si shpjegim për të kuptuar që zora trash nuk duhet mbi ngarkuar. Qartë, në shpjegimin që bën ti, që ndron kështu, pastaj domethënë sigurisht që ka dhe shpjegime mundësi të tjera, për sa kohë sugjerohen dietat e tjera e këto. Dhe për këtë arsye ti prej sa vitesh ha vetëm, domethënë kryesisht mish? Jo, mish kam ngrënë gjithë jetën unë, po të themi që jam fokusuar të një herë në ditë, mund të ketë qenë pandemia, sepse para pandemisë kam bashkuar shumë palestra dhe haja shumë. Pra praktikisht 6 vite, jemi 6 vite dhe një herë në ditë. Tradhtoj një herë, se s'jam aq striktë. Dakor, nuk e makineri, gati ashtu po mendoja, po. Jo. Prandaj thash se pash. Një herë në ditë. 12 deri në 6, ishte edhe tek inserti. Pse? Një herë në ditë. Një herë në ditë pse? Ne kemi një dhuratë të çmuar nga Zoti, organizmi ynë e ka këtë dhuratë që quhet autofagjia, që do të thotë vjen nga greqishtja vet ngrënia. Fagjia është ngrënia. Që qelizat në mungesë të ushqimit, kur ne e lejmë organizmin rehat, kanë kohë të merren me veten. Sepse po ta shohësh ti në miliona vite njerëzimi nuk kanë, kur kanë hyrë fast foodet jemi smurne, që hashim 3 herë në ditë.
Sepse na thoshin se do punosh, se na lodhshin fabrikë. Tani se te këto fjalit pastaj filloi edhe, domethënë fillon dhe ngatrohet biseda. Domethënë te fast foodet thua ti, atëherë filluam të. Domethënë 200 vjet përpara, me epoka industrializimit ka futur dietën. Njerëzit vdisnin edhe të rinj, edhe jetëgjatësia kanë qenë shumë e shkurtër, Flori, gjitha këto. Kështu që nuk kemi shumë të dhëna të sakta për ato kohra. Du të them që fakti që jetëgjatësia është rritur tregon që është përmirësuar cilësia e jetës. Për kujdesja mjekësore, gjitha, por okej, qëndrojmë diskutim që është rritur jetëgjatësia, po nese. Unë po flas për 10 milion vjet. 10 milion vjet. Po prit pas 10 milion me 200 vjet. ADN-ja jon ka regjistruar gjuetarët. Se ha një herë në ditë. Pse? Sepse në momentin kur trupi nuk ka ushqim, qelizat kanë momentin më të dur për të rekuperuar qelizat e dëmshme dhe ç'a bëjnë? Janë aq inteligjente sa i fusin në një flusk brenda dhe i hajnë dhe të gjitha mbetjet, toksinat që ngelen, ato i përdorin për energji. A kupton sa magjike që është si proces? Dhe ti ke një energji natyrale, domthon, pa dashur të japësh, ti mendon që duhet të japësh energjinë trupit se s'bën. Me sheqer. Ti vetëm çorenton pankreasin ashtu. Ha ëmbëlsirë mbas buke, është fundi fare. Ajo pankrasi po merret se s'di se ku ta çojë të bukën që ke çu, ti jep dhe një goditje dhe një ëmbëlsirë mbrapa. Edhe pastaj fillojnë sëmundjet e diabetit, sepse çorentohet sensori pankrasit. Domethënë është shpjeguar kështu thjesht. Kështu që nëse ti rri pa ngrënë fare, është momenti që trupi thot un kam kohë, ky njeriu im thot më la mua me umor me vete me organet e mia. Dhe fasting është që ti mëngjesin nuk duhet ta hash fare. Dhe darkën duhet të jesh bosh, sepse darka është orari, i kanë me orare këto organet. Domthonjë gjumi është rekuperimi. Ne gjatë ditës dëmtohemi, gjatë natës shërohemi. Shërojmë dëmet që kemi pësuar gjatë ditës, është humbja energjisë, se s'po them dëme kështu. Tani, gjatë natës, mëlçia ka orarin në orën 3. Nëse ti, ç'a them unë, pi alkool në darkë ose ha sheqer në darkë, mëlçia nuk ka kohë të vetë rekuperohet. Sepse do merret me atë që ti ke thënë. Nëse ti e le bosh, çdo organ, vetëm veshka është ajo që është pak, domethënë s'ka kohë me rekuperu, çdo organ vetë rekuperohet. Mëlçia është e para, domethënë organi që rekuperohet më shpejt nga të gjitha. Por nëse lëmë rehat, pse? Sepse i japim gjatë gjithë kohës, i japim 3 vakte, që është e frikshme për organizmin. Domethënë po të më shohësh, mua kam 20 vjet, 82 kg. S'lëviz. Nuk lëviz, pse? Sepse atë që haj, në radhë parë mundohem, 100% absolutisht që nuk e realizon të asnjë botë, po mundohem ta kem sa më natyrale. Edhe verën kur e pi. Ja, se do dalim tek ushqimi i dytë i përzgjedhur nga ty është ushqimi. Po ushqim mund ta quajmë në farë forme, edhe verën, po te mishi doja në muaj sa kilogram mish konsumon? Unë pak a shumë gjys kile deri në 700 gram ditë. Në ditë. Edhe është dieta më e lirë në botë, po nëse Po ta pavarësisht sa ka shkuar. Ekonomikisht. Edhe ekonomikisht është më e lira. Sepse ke vetëm një copë mish, po fillove me të tjera do bësh kombinim negativ. Mirë, gotën e verës, prit se të rritet fatura aty. Vera. Po flas për ata që s'kan mundësi me pi. Okej, si enolog apo si shijues tani i verës? Në radhë parë unë jam prodhues vere, e dashuroj, kam vite që pi verë, nuk pi pak, po thuaj se një shishe në ditë. Që nuk ja sugjeroj asnjëriut absolutisht, por pi një shishe në ditë. Po. I çik me ushqim, i çik ndarke, që nuk është mirë ta pish ndarke, po nese, po e them, po e zbuloj një sekret. Okej, po tregosh si sinqert që është shkel edhe ti. Atëherë, në radhë parë duhet jemi korrekt me të gjithë teleshikuesit dhe ata që na ndjekin që janë të interesuar, që sasia e alkoolit e nevojshme për njeriu është 0. Zero. Se praktikisht radhe miti një gotë e verë, që e mbanim kështu që një gotë verë në ditë të bën mirë. Prit një sekond, qetësoheni një sekond se ka puna. Tani, vera presupozohet vera e pastër, sepse edhe verat që hynë, verat në përbot janë të mërësisht të këqia. Domthonjë po të marrim rastin e Shqipërisë, 6 milion litra që futen në Shqipëri, që janë kryesisht verë italiane, vinë me 2.5 euro çmimi, janë të tmeshme, janë plot me kimikate. Dhe kimikatet janë ato që sjellin problemet hormonale. I keni vënë ju disa persona që një muj shnoshen, një muj dobësohen, ato janë probleme hormonale. Çorentohen hormonet nga pesticidet, nga kimikatet e pijeve etj, sidomos verat që hynë në Shqipëri. Se dua ta bëj çika alarm këtë, e kam folë gjithandej. Në 6 milion pra që hynë, 6 milion litra, çmimi mesatar është 2.5 euro. Në Itali verat që janë nga 10 euro janë gjitha me kimikate. Gjitha, po thujse. Domthonjë të pish një verë cilësore italian duhet ta paguash shumë shtrenjtë. Që nis nga ta blesh në Itali 20 euro. Nga 20 euro, e sipër. Në Itali, që normalisht tu vjen me tjetër 200 euro në restorant. Po. Kështu që, okej, mos të hapim polemika me italianët tani. Tani vera, pse unë e
e kam përzgjedhur. E kam të përzgjedhur, sepse në radhë parë është një pije e cila e di se po të kishte gojë Vera të fliste për çka ka parë në gjithë historinë e njerëzimit, është një pije që ka qenë prezente në eventet, evenimentet e çdo gjërat më të rëndësishme të botës, darkat më të rëndësishme të botës. Është një pije që është nivel më i lartë, që ty të jep një status. Dhe ai status ty të pish me një gotë verë, pesh me verë, je gjithmonë çik më sipër, ndihesh më mirë. Dhe kjo ndjenja mirë fillon e rritet, pastaj alkooli i verës është alkool etilik ose etanol. Etanoli është i vetmi alkool i natyrës që mëlçia mund t'i hapi portën dhe ta filtrojë. Të gjithë alkoolet e tjera e godasin mëlçin, ja hapin vetë portën. Domthonë janë toksike në 100%, kurse ne kemi mundësi ta absorbojmë dhe ta filtrojmë etanolin. Kuptohet në sasi të vogla, sepse etanol prodhojnë dhe laktobacitet brenda, na shkon në gjatë. Po, që e theti alkoolin po. Ashtu. Kështu që prandaj mëlçia është gati që ta përpunojë. Verën e kuqe apo të bardhë më shumë? Të dyja, unë i pi të gjitha kategoritë, sepse verat kur pihen se është dhe ky miti që s'duhen përzir, duhen detyrimisht përzihen. Nëse ti ha një drek, do fillosh me verë të bardhë, shampanjë mundësisht, në fillim me djathret, pastaj me të bardhë, me roze, me të kuqe dhe në fund nëse ha ëmbëlsirë që unë se bëj, me verë të ëmbël. Domthonë, ashtu siç janë pjatat nga më e lehta të më e rënda, ashtu duhet edhe vera që e shoqëron praktikisht. Po jo, unë si haj pjatat e para. Ti del te kryesori, aty e ke një dhe të vetme, edhe me verë të kuqe. Po, jo, me të bardhë. Me të bardhë, okay. Pra te vera nuk shkon direkt te 14.5 domethënë. Jo, e filloj me të bardhë dhe të kuqen rrallë. Okej. Verën e dashke verën, shkallë të ushqimia. Dhe po, më e rëndësishme e verës. Vera alkoolin për isipun, këtë rast vera, se vera thash ka dhe status, ka dhe histori, ka dhe prestigj, ty të çliron endorfin. Endorfina është, si më thonë, hormoni kënaqësisë dhe i lumturisë. Por endorfina realisht vret stresin. Domethënë dominon dhe sun. Stresi ushqen smundjet. Kështu që pra po ti vëm në balans, është mirë që të jemi, sepse ne duam një dietë strikte, po tani ja do kënaqemi çik, se nuk mund të rrim gjithë jetën si robot, ha mish, do të pisim çik, do gëzosh, do lumturosh, sepse thonë sa veta kanë vdekur nga vera, ore sa veta kanë lind nga vera herë ndrat parë. Mos harrojmë edhe këtë. Mund të jetë më e lartë në besor, a vera. Kështu që vera për mua e shoh që edhe gjenerata e re e ka zëvendësuar me këto kanaçet. Që më vjen shumë keq sepse mendojnë se po hajnë më shëndetshëm, po është shumë më e dëmshme një kanaçe se sa një gotë verë. Një gotë verë zgjedhur, se s'mund të them që janë gjitha verat absolutisht. Pajtohem me ty dhe e vërtetë është që industria e alkoolit ka psuar një rënje për shkak të brezit Gen Z dhe nga ana tjetër ka marr revansh, kanë marr, ku diun, pijet energjike, gjithë to që dhe ato janë shkaktare të ndryshimit hormonal. Po të shohësh rinin, domethënë edhe me hormone janë ndryshe nga brezi. Ndërkohë që të pish një gotë verë, apo qoftë edhe një birë të mirë, ku diun diçka artizanale, unë vetë jam njeriu i verës, dhe kur jep këto shpjegime të dëgjoj me kënaqësi. Dhe fakti që çliron endorfinën, vera pra nga shkon balanca, sa gota verë pra mund të një shishe vetë. Na çuditë. Për femrat janë... Por rekordi sa ka qenë që mund të kesh pirë? 7 shishe, 8 shishe. Po kur ulemi që rrim... E ke kap dhe këtë rekord, do? Nga vera ime, vera tjera nuk i kaloj dot. Dhe ma e di që e kam të pasër dhe nuk se kam problem fare. Për shishe tjera vështirë se mund të kaloj. Po sa gota mund të pim? Atëhere, femrat 2 gota në ditë, meshkujt 3 deri në 4. Në dite? Jo, absolut, jo çdo ditë. Jo për ditë, okej. Tash po e marr me recet nga. Jo, po them si statistik, si statistik, 2 gota në ditë, po jo çdo ditë absolutisht. Ndërsa djemt, nuk ja u sugjeroj. Djemt ishin 2 shishe, më fal. 4 gota. Më falni çuna tha. Bulmeti gjithashtu i përzgjedhur prej teje. Bulmeti është temë shumë delikate sepse njerëzit mendojnë që bulmeti është shumë i ushqyeshëm. Realisht është i ushqyeshëm, por është për kategorinë e fëmijëve. Dhe ka një problem të madh që bulmeti që sot ne ham është totalisht i pasterizuar. Nëse ti e pasterizon një qumësht, pasterizimi është zjerja që e bëjmë ne ose pasterizimi ka proces. Ti e bën nga alkalin e bën acid, i vret gjithë vlerat e qumshit dhe ai nuk është më ushqyes, por është gryrës kalciumi. Po nuk do t'i hyj këtyre detajeve. Domethënë për mua, njerëzit kanë frikë shumë, siç kanë frikë nga salmonela te veza, që realisht veza e ka salmonela jashtë, e ka nga papastërtia pulës, nuk e ka brenda.
Mja flash duar, domethënë mbasi e prek lëvozhën. Lash duar ose të lash vezën ose të çon si ka. Se i fusin me shkum për shkakun, i lejnë me shkum me solucion ose me sot buke dhe vdesë. Nëse qumshi për mua nuk domethënë ne jemi e vetmja specie në botë që pim qumësh mas i lejmë gjirin. Është interesante kjo? Po. Ashtu. Tani, ne te qumshi nënës, ç'a marrim? Te qumshi gjirin. Ne kemi yndyrën bazë. Që qumshi lopës se ka yndyrën e qumshi nënës. Tani nuk e mbaj mend, po qumshi nënës i njeriu, domethënë ka shumë më të lartë yndyrën se sa qumshi lopës. Domethënë ne pim kotat. Sidomos për faktin që ne e zgjejmë që i ndryshojmë natyrën kimike që është nga i ndryshojmë pH-in, nga alkaline e bëjmë acide. Nëse bën acide ti ushqem mikroorganizmat e dëmshëm. Varianti më i mirë i konsumimit të bulmetit është kos ose djath. Që kanë dhe laktobacilet brenda dhe ti nuk ke nevojë të kesh florë bakteriale sepse i ka vetë kosi, sepse ka fermentuar, është gjë e fermentuar dhe ti ndihmon ato, domethënë ka bërë gjysmën e punës. Praktikisht. Dhe nuk e lodh zorën e trash, siç tham, sepse s'duhet ta lodhim. Sa më shumë e lodhim zorën e trash, aq më shumë ne plakemi. Sepse plaka vjen nga mbi ngarkesa, nga energjia që organizmi harxhon për të tretur gjitha ushqimet, gjitha mbeturinat që i japim ne, më fal se po e them kështu. Lodhet, ne plakemi para kohe. Ne nuk e lëmë merhat, sepse konsumon 30% e energjisë trupit, mos gaboj, aparati tretës në moment që na. Ne jemi të lodhur, zgjohemi ne këtë ja bëjmë 3 herë në ditë. Ne këtë të keqe, këtë 30% ja bëjmë 3 herë në ditë. Dhe nëse do filloni fasting, kushdo që ta fillojë, që është agjërimi ditor, vetëm një javë do keni problem në thonjza, sepse trupi merr disa mesazhe të reja, merr një elektroshok në thonjza që thotë, "Ore, ky çapo bën tani?" Pse s'po më jep mëngjes. Dhe aty fillojnë qelizat dhe hajnë qelizat e këqija, por jo vetëm qelizat e këqija, hajnë dhjamrat, të gjitha dhjamrat, sepse yndyra shtazore është ndyra më e shëndetshme në botë. Nuk e bën kolesterolin e lartë, të gjitha këto teoritë. Ato e bëjnë vajrat bimor. Përfshirë vajin e ullirit. Po vajrat bimor... Por vaji i ullirit është tjetër diskutim. Pa diskutim. Të lutem. Pa diskutim. Por te bulmeti, djathi, kosi, gjiza kam iden prapë. Gjiza shumë e mirë, hira shumë e mirë sepse ka shumë proteina, por kryesisht janë të kenë kaluar një proces fermentimi, do ishte shumë më mirë. Me pi qumë shumë, unë nuk e sugjeroj fare. Mjalti. Mjalti do t'i bi shkurt. Mjalti është vetmja ëmbëlsirë që ne duhet ham. Dhe po ta shohësh sa një lugë mjalti mund të ham, se velemi. Edhe nuk e hajmë dot për ditë. Apo jo. A e kupton sa pak ka nevojë trupi për ëmbëlsirë, për sheqer? Ndërkohë që ne hajmë format e tjera të sheqerit, që janë sakaroza, që është sheqeri i përpunuar, se edhe fruta po të hash nuk ka dot shumë. Apo jo. Ka tipa specifik. Po me mua mos fol. Me mua mos fol. Jo, unë sa fare, unë frutat e mia janë kastraveci, domatja, ato i preferoj më shumë se sa të ëmblet. Sepse dhe ato janë fruta. Po fruta janë, po. Kështu që për mua mjalti është i vetmi ëmbëlsirë. E vetmi ëmbëlsirë dhe aq mund të hash. Nuk ke nevojë për sheqer. Trupi energjinë e preferuar e merr nga yndyrat shtazore. Dhe prandaj ne krijojmë dhjamra kur hajmë. Po truri ka nevojë për një çik sheqer që të funksionojë. Jo, truri është 6% kolesterol. Dakor, po e do dhe një çik sheqer. I çik pa aq. Një lugë mjalt. Çik çokoladë zez. Po, se hynte ajo natyrale, po them. Nuk jam ekstremist, mos më bëni kaq keq. Frutat të përzgjedhura. Atëherë frutat në radhë parë. Frutat i tek kastraveci, domatja. Por frutat në vetvete kanë dhe fibra, mos harrojmë. Po ajo çka unë personalisht marr nga frutat që më pëlqejnë, që nuk është se i ha shumë, janë kriprat minerale. Sepse kriprat minerale, një ekuilibër i kriprave minerale është një balans shumë i mirë i shëndetit, domethënë je shumë i shëndetshëm. Po të shihni për shembull kur bin kriprat minerale kur bie hekuri. Elektrolitet. Jo, kriprat minerale janë elektrolitet janë tjera. Atëherë, te frutat. Kur bie hekuri çfarë tha? Për shembull keni vënë te femrat që janë me ciklull kur bie hekuri që i bie imuniteti? Çfarë është hekuri? Është hyn te pjesët e kriprave minerale. Hekuri, magnezi, domthon hyn te mineraliteti i produkteve që ne i marrim nga mishi, nga mëlçia, nga veza etj. Dikush i merr në farmaci. Që me suplemente. Unë nuk i sugjeroj fare, nëse. Atëherë, te frutat them pak, kryesisht merr në stinën e verës, sepse ti ke humbje me anë të lagështisë, humb vitamina dhe mund t'i marrësh, dhe prandaj Zoti ka sjellë gjatë verës, dhe gjatë dimrit ka sjellë portokallin dhe limonin që ka vitaminën C që të ruaj imunitetin e qelizave etj. Gjatë verës jep
sheqerin, sepse ke më shumë lodhje, humb më shumë me djerse, humb shumë ujëra gjatë verës, dhe ti merr me frutat. Po kryesisht, ne nga frutat nuk dum H2O ujin, ne dum kriprat minerale, sepse kur kemi kripra minerale, qelizat i hajnë kriprat dhe prodhojnë H2O. Edhe ne kur pim ujin, pse thonë që uji i burimit është më i miri, sepse ai uji rreth malin dhe lidh gjithë kripat nga gurat dhe ti e pi. Po demoralizove ujin, më duket se kam thënë këtu se kishte në qenë që po piva 5 litra ujë distiluar në ditë vdes. Se kam thënë këtu? Po pive 5 litra? 5 litra në ditë ujë të distiluar vdes. Pse? Sepse është komplet i lirë nga anët kimike dhe çfarë bëhet i lidhet me kripat dhe ti nxjerr. Ti nxjerr. Edhe të bie imuniteti. Praktikisht. Nuk është sasia e ujit, nuk është kot thënë për do pish 3 litra ujë në ditë. Puna çfarë cilësie uji pi? A ka kripra minerale uji? Atëherë nëse ka kripa ti do pish më pak. Edhe unë për shkak ujin e pi me krip zez. Krip vlore. I hedh krip zez, po, e pi. Gjithën. Edhe unë kam marr kriprat. Edhe këtu e tradhtoj një herë, se pi një herë këm pijet, po. Kështu që te frutat, kurse perimet, perimet aty ti pastaj e... Ja se do japi zgjidhje për ata që i duan perimet. Perimet, sigurisht që unë i them jo, të gjithave. Jo të gjithave sepse kanë shumë fibra, kanë shumë vajra esencial brenda, të cilat janë shumë të dëmshme. Domethënë, që ta dini, vajrat bimore, po i fuz gjitha, kja dhe ullirin, sado që ulliri është frut, kanë diçka. Nëse bien 10 minuta kontakt me oksigjenin, ato oksidohen. Marrin këto radikalet e lira dhe këto radikalet, kur futen në organizëm, krijojnë gjitha këto plakat në arterje, këto arteriosklerozat. Nuk krijohet nga yndyra shtazore arterioskleroza, është shumë e demonizuar kjo dhe nuk e di pse, ndoshta nga që është e shnetshme dhe duan na majnë smur, nuk e di pse. Por të gjitha dëmet që vinë të kolesterolit vinë nga vajrat bimor dhe kjo sepse vaj bimor ose e pi direkt në sekond, nuk i le kohë me marr frym ku i thonë, vajin e ullirit për shembull që të bëjë mirë dhe vaji i ullirit e kemi thënë edhe këtu është ilaç, nuk është ushqim. Ka efekt killer, domthon vret diçka që ti e ke të keq në trup. Nuk është ushqim. Vitaminat dhe polifenolet që ti ke te vaji i ullirit i merr te boronicat, sa them, i merr te mishi, i merr në sasi masive shumë herë më të mëdha. Po kur thua ilaç, do të thonë si, ta konsumojmë vetëm nga një lugë? Pak, po. Për me vranë një gjë që ti nuk e di që e ke. Efekt killer ka polifenoli, vret. Domthon djeg, e ke vënë që djeg? Domthon mos mendojnë që të pi shumë vaj ullirit bën mirë. Jo. Jo, një çik dakord dhe ka dalë ekstra... një studim i fundi, po që është nxjerrë që grekët e lashtë në fillim e përdorin si lubrifikant. Pastaj e provuan, i pëlqeu si lubrifikant për rrotat e këtyre mjeteve, vajin e ullirit. Pastaj e provuan, hajtë se u pëlqeu dhe përfundoi kështu. Por nuk du ta demonizoj shumë tani, se unë kam 25 vjet që përdor vaj ulliri, por sa më shumë lexoj, aq më shumë hedh poshtë ato që kam pas ditë, domethënë, sepse duhet jemi diçik mendja hapur. Po njerëzit ky Flori tani na hoqi vajin e ullirit dhe na futi verën. Taksirat. Taksirat do jo, në kuptimin e analizës, pra, domethënë që të heqësh me... Unë po t'jap një shpjegim logjik shkencor, kështu që mos u mërzitni se nuk e kam me ju, përse unë po ju jap një informacion. Tani vaji oksidohet dhe vaji oksiduar ty të bllokon gjithë arteriet e gjakut. Ti bllokon, sepse i bën plag. Është si të krijojë ndryshje brenda arterieve. E do, vazhdo. Vera ti liron. Zgjedhja mbetet e juaja. Kto ishin shpjegimet e Flor Ukës që prej sa vitesh nuk lëvizte peshorja? Po që u kam qenë adolescent 17 vjeç që kam qenë çik më i lehtë, domethënë. Po domethënë të pish një shishe verë në ditë e të mos shtosh grami, si bëhet kjo? Ma thon shumë shpesh të, edhe thash, është ka të bëjë vera që është pa kimikat. Unë kam binjakun tim që kur nuk pi verën time ka probleme. Që është binjaku im, jemi një vezë, jemi monozigot edhe prap fryhet, kurse unë nuk fryhem kurrë. Sepse nuk marr, domethënë, është e rëndësishme që atë që ha ta të kesh natyrale. Pastaj ha, s'ka problem, edhe buka, se unë, domethënë bukën e sotshme mos e ha, nuk ta sugjeroj fare. Po një bukë integrale, nga një grur i mbjellur, pa ure, pa kimikate, pa kështu, një bukë integrale haje, sepse ti realisht merr të gjithë kokrën e grurit, e bluan, nuk e zhvesh nga lëvurat, nuk marrën vetëm amidonin. Amidoni është, nuk e di çfarë them, është drog. Është e frikshme sepse të shkon direkte dhe qelizat e kanë kështu, krijojnë dipendencë dhe han me shumicë pastaj. Edhe kryesisht qelizat kancerogjene e preferojnë amidonin.
qelizat e mia e marrin nga halli kur s'ke jep tjetër se ha shumë bukë, por dhe nëse ti e ha bukën integrale, pa maja, pa me fermentim natyral, ti ke bërë dhe fermentimin, i ke hequr një pjesë mirë, pjesë zezorështra që tham, dhe gjithashtu ka yndyrna dhe proteina brenda që nuk e lën qelizat e këqija që të hajnë me sasi të mëdha, sepse bllokohen. Domthon, thjesht merre natyrale dhe s'ka problem, mos ha vetëm mish. Po për sot është më kollaj të gjesh mish cilësor dhe vezë cilësore se sa të gjesh perime cilësore. Domthon perime cilësore vetëm po i mbolle vet, jo perime, fal, fruta. Frutat. Ashtu. Kurse për gjethoret, një sugjeroj mos i hani, po nëse doni t'i hani, bëjni turshi. Sepse turshia, prap, shkojmë te logjika që është e fermentuar. 70% punës ta ka bërë. Edhe nuk e lodh prap, se gjithë qëllimi është mos lodhim organizmin, apo jo? Mishi e lodh, se edhe mishi kërkon shumë kohë për t'u tretur. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Jo. Dhe se po më vjen mend tani, e di çfarë recete çfarë ushqimi do sugjeroja që mund të jetë më i përshtatshëm për dietën njerëzore? Cili? Sado që folëm për këtë listën e bibleve, po mendoj që do jetë kebabi arab. Pse? Pse? Raporti i ingredientëve që ka i 70% mish, 10% kos, bulmet, 10% lakra, dhe 10% brum, se ka e petën e hollë. Është fiks, po ta shohësh si raport e kupton logjikën, është fiks, domthon ty të duhet 70% mish dhe pjesa tjetër të japësh pak. Dhe tani po e mendoja, domethënë se e marrni jo në për fast food, po flasim. Që ta bësh ta përgatisësh. Po flasim si recet, po u mendoja tani që ajo është si proporcione, ëh, si proporcione. Mendoj që kebabi arab, fitu muslimanët sot, është një raport shumë i mirë, domethënë është një recet shumë e mirë për organizmin. Dhe jemi mjaft për sot dhe mund me informacionen. Uka, faleminderit që ishim së bashku dhe takohemi në diskutime të tjera. Shkojmë ndërprerje publicitare me një tjetër temë në diskutim në studio.